Ishte kulla dje një lajm interesant që erdhi nga Izraeli, se kuvendi apo parlamenti i Izraelit miratoi klonin e pasës dhe dërgimin e trupave pasore në Gaza. Po, e para njëri që detyruar ta bënte, sepse ky është projekti i presidentit Trump dhe në këto kushte Izraeli nuk mund të humbas atë që është aleati vetëm i rëndësishëm, pra që është presidenti Trump. E dyta, juve ju kujtohet kur ka filluar lufta në Gaza, unë kam thënë gjithmonë që pas Hamasit qëndrojnë vendet arabe, nuk është Irani. Përsëritur vazhdimisht. Dhe Izraelit i duhet që, sidomos tash pasi Irani bombardoi gjitha vendet arabe, Izraelit i duhet një lloj, si më thënë, qetësie me botën arabe. Prandaj duhet që ta lejoj pra administrimin e Gazës, administrimin ndërkombëtar të Gazës, edhe ta kontrolloj deri diku, po ta lejoj me gjitha. Dhe e treta, çfarë është më e rëndësishme, është që Izraelit i duhet, siç i duhet edhe vendeve të tjera, siç na duhet edhe ne, që të ketë një rënje të çmimit të naftës dhe të gazit në tregjet ndërkombëtare në mënyrë që inflacioni të bjerë, sepse siç është armik për demokracitë perëndimore inflacioni, është ashtu edhe për demokracinë në Izrael dhe për zgjedhjet e ardhshme në Izrael. Nuk është kaq e lehtë jeta në Izrael, sepse jo gjithë Izraeli është Tel Aviv dhe Jeruzalem. E qartë. Aq më tepër një vend që ka një bujqësi të zhvilluar dhe duhet nafta me çmim të mirë dhe që ka gjithë këto shpenzime ushtarake, sepse keni parasysh që në 4 vitet e fundit Izraeli ka qenë 4 vjet në luftë. Ishte interesant një deklaratë për ta përmbyllur këtë pjesë. Kaluar dikun e Gjidi Vance, i cili tha se kur u pyet për ndalimin e sulmeve në Iran, i cili tha se kemi të lashe me municionet. Nuk besoj që kanë të lashme me municionet, sepse SBA-ja është fuqia më apo ishte një rrjedhë një lajmi. Okej, po unë mendoj që SBA-t gjithashtu duan që të bjerë çmimi i naftës pasi janë zgjedhjet në nëntor. Inflacioni është armiku që... Edhe tek ne është rritë. Kudo, inflacioni është armiku. Shiko, po kalojmë, jemi në vitin e 5 të luftës në Ukrainë, dhe jemi në vitin e 3 të fillimit luftës në linjën e mesme që nga koha e Gazës. Çdo produkt shporte në çdo hapësirë të botës që lidhet me energjinë, me ushqimin, me karburantin, me çfarëdo lloj forme, është shtrentuar paktën 50%, po shumë herë është edhe 2 fish edhe 3 fish. Pra, kjo është arsye pse klasa politike europiane bie si kallim nisi, politikanë ndërrohen, ju e keni parë në Britaninë e Madhe 6 kryeministra kanë ikur deri tani. Kështu që edhe Gjidi Vance, që është zëvendës presidenti dhe vjen nga Partia Republikane, pra është rritur në Partinë Republikane, ndryshe nga Trumpi që është biznesmen, është i detyruar që të bëjë gjithçka të mundshme që të fitojë në zgjedhjet e 4 nëntorit, që janë zgjedhjet e midtermit, dhe për këtë duhet që armiku i ashtu quajtur inflacion të ulë kokën.